Dita e zjarëfikësve, 20 maj, është shënuar dhe nga brigada kundër zjarit në Tetov. Pjesëtarët e kësaj brigade, që nga orët e paraditës, kanë prezantuar pajisjet që i përdorin në rastet të zjarreve në teritorin e komunës së Tetovës dhe komunave rurale. Prezantimin e sotëm nga afër e ka ndjekur dhe kryetari i komunës së Tetovës, Bilal Kasami, i cili tha se punohet në drejtim të ngritjes së kësaj brigade që të jetë më e përgatitura në vend. Sipas tij, është punuar që të ketë kuadër të përgatitur dhe pajisjeve që u nevojiten. Krahas kësaj, sot është promovuar dhe njësia e vullnetarëve në kuadër të zjarfikësve të Tetovës. Ai tha se kjo do të kontribuojë fuqishëm në zvoglimin e dëmeve në pronat dhe jetën e qytetarëve, ndërsa ndihmë kanë ofruar zjarfikësit nga Austria dhe Britania e Madhe. Ne si komunë angazhohemi fuqishëm që të sigurojmë financim edhe të buxhetit, por edhe të donatorëve të ndryshëm nga vendi dhe jashtë, me çka këtë njësi jemi duke përgatitur si njësinë më të përgatitur, do kisha thënë, në nivel republikan. Nga ardhja jonë, gati gjitha kamionet janë në gjendje operative, në funksion, janë siguruar edhe pajisje të reja. Për herë të parë dini që Tetova ka shkallë të cilat janë ndër më të lartat pranë Maqedonisë të Veriut. Kemi gjithashtu edhe pajisje tjera të cilat nuk kanë qenë më herët, kështu që ne punojmë në mënyrë permanente që kjo njësi kundër zjarrit të jetë operative dhe të jetë efikase në mbrojtje të jetëve dhe pronave të qytetarëve. Në ndërkohë, nga brigada e zjarfikësve në Tetov shprehen të kënaqur me mbështetjen që e kanë nga komuna e Tetovës. Sipas komandantit të brigadës kundër zjarrit në Tetov, Avni Ahmeti, është bërë përmirësimi i rrogave. Dihet që nga ardhja e kryetarit Bilal Kasami në krye të komunës së Tetovës, do të thënë ne kemi bë përmirësimin e rrogave, të cilët kemi qenë gjatë gjithë kohës para ardhjes Bilal Kasami në komunën e Tetovës, kemi qenë në procese gjyrësore. Tash një zjarfiks në komunën e Tetovës paguhet dinjitetshëm dhe e kryen detyrën ashtu siç duhet. Dihet që me ardhjen e kryetarit të ri, kemi pas donacione të ndryshme, siç është ajo më seriozja nga UNDP dhe ambasada e Zvicrës. Gjithashtu donator nga qytetarët tanë, siç edhe ceki kryetari, është një shkallë 37 metrëshe, të cilën qyteti i Tetovës e posedon tash. Gjithashtu ne kemi intervenuar me këtë kamion në qytete të tjera të cilët ka pas nevojë. Dihet që mungesa e zjarfikësve në gjithë teritorin e Republikës së Maqedonisë është dihet shifet, mirë po ne, në bashkëpunim me komunën e Tetovës, kemi ndihmuar në këtë drejtim dhe kemi pru që zjarfikësit e Tetovës të jenë një ndër më të mirit në Republikën e Maqedonisë. Ai më tej tha se kjo brigadë e zjarfikësve mbulon një territor të madh. Ahmeti përmendi dhe disperzimin e zjarfikësve në Zhelin. Prezantimi sotëm në Tetov është ndjekur dhe nga disa nxënës të shkollave fillore, fëmijë të qerdhes rinia dhe qerdheve private, të cilat u njohën për së afërmi me makineritë që disponon kjo brigadë e zjarfikësve. Me këtë rast, më të vegjelit patën mundësi që të veshin dhe pajisjet që i përdorin zjarfikësit në raste të zjarreve.